Njeriu që vetvritet konsiderohet kundërshtar i Zotit. Si shpjegohet ky fakt? Sillet një hadith se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për një person që kishte një plag. E humbi durimin nga dhimbjet e forta, edhe mori një thik, edhe preu një damar të dorës. Dhe vazhdoi të rrithte gjaku pa pushuar derisa vdiq. Në këtë mënyrë dha fund jetës. Sipas një transmetimi tjetër përmendet se ky njeri, domethënë me një thik ose me diçka e ka trazuar plagën, edhe domethënë ka rrjedhur gjak dhe në këtë mënyrë vdiq, u vetvra pra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu i lartësuar ka thënë ky njeri unë gut duke bërë një shkak që solli përfundimin e tij. Dhe prandaj thot Allahu subhanahu wa taala ja bëri të ndaluar këtij njeriu hyrje në hyrje në xhenet. Që do thotë se ky njeri nuk hyn në xhenet dhe shkon në zjarrin e xhenemit. Atëherë kush vetvritet është kundërshtar i Zotit, se jetën e ka dhënë Allahu. Dhe sebebi për të vetvrarë njeriu t'ia jep Allahu. Kush ngutet dhe i jep fund jetës pa pritur që t'i vi shkaku nga Allahu, që Allahu t'ia marr jetën dhe Allahu domethënë t'i jap edhe shkakun e marrjes së jetës, atëherë apo të vdekjes domethënë, ai ka kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala. Dhe prandaj meriton dënimin e rënd të Allahut subhanahu wa taala. Por kjo nuk do të thotë që ky njeri ka vdekur pa kaderin e Zotit. Allahu e ka pas paracaktuar afatin e jetës, sikur se e ka përcaktuar për çdo njeri, se Allahu e ka ditur çdo gjë. Allahu i di dhe krimet dhe gjunahet që do të bëjnë njerëzit, dhe fajet që do të bëjnë njerëzit. Dhe Allahu i lartësuar në bazë të diturisë së tij e ka paracaktuar, e ka shkruar gjithçka. Por vetvrasja është një krim, dhe vetvrasja është një veprim që i përket atij që e ka kryer. Ai konsiderohet fajtori i madh dhe konsiderohet kundërshtar i Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak Allahu e privon nga hyrja në xhenet, sikur se thuhet në fundin e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam.